Në thëmë, procesi i provimeve eksterne për maturantët përfundoi me sukses. Në thënë, i gjithë procesi i organizimit, përgatitjes teknike, pjesën të se ne kemi si kompetencë shkollat e mesme dhe administrata komunale, në thënë, nuk ishte asë ngesi, nuk patë ankesa prej organizatorëve, prej prindërve, prej nxënësve për procesin e realizimit të procesit ekstern, të testimit ekstern. Sa i përket notave mesatare, do me thënë, mund të i kemi të përpunuara notat e para fillestare dhe në gëzon fakti për dy aspekte. Në të gjitha shkollat e mesme kemi trend të rritjes notës mesatare në provimet eksterne, edhe atë në 3 vitet e fundit, po ashtu kemi edhe shmangje të vogël nga notat të cilat i kanë patë nxënësit në gjysmëtorin e parë dhe që tregon që kemi një notim të realt dhe ajo vërtetohet edhe me notat të cilat i kanë marrë nxënësit në provimet eksterne. Vetëm si shembull mund të marr derisa në gjimnazin Kirill Peçinović nota mesatare në vitin 2015 ka qenë 2.56, 2.9 në vitin 2016, tani kemi 3.49 në këtë vit shkollor. Në qoftë se marrim edhe një shkollë tjetër, shembull shkollën ekonomike, e kemi patë 2.3 para 3 viteve, kurse si vjet e kemi 3.0. Dhe një shkollë teknike në qoftë se krahasohet, 1.85 e kemi patë notën mesatare në shkollën e mesme teknike Moshe Pijade, si vjet e kemi 2.9. Domethënë, ky trend i rritjes së notës mesatare është ruajtur në të gjitha shkollat e mesme të komunës së Tetovës dhe ky fakt na gëzon ne.